emigrantëve, cilët kanë pas rastin t'i takojnë aty ku kanë punuar, aty ku kanë jetuar, në ambasadë, t'u gjindën pranë, pash me diplomatë të tjerë. Dhe unë ndjej për detyrë që edhe në këtë takim, e kam thënë dhe hapur, do ta them vazhdimisht, ndjej për detyrë ta falenderoj edhe një herë Gjuhushen, qau Gjuhushen. Ta falenderoj Gjuhushen. Nuk është ta falenderoj sinqerisht për nuk më them mbështetjen, çdo grua jep mbështetje burrit, po edhe për atë qartësi që kemi gjetur bashkë, shpeshherë edhe për ato zgjidhje që më ka thënë thuje kështu, thuje ashtu, pa dash me hyrë në detaje tani, ka dhe ajo një pjesë të madhe të meritës në këtë punë. Dua të falenderoj këtu për pjesëmarrjen mikun tim të nderuar, doktor Kolo Mihalin, që e njihni të gjithë, doktorin e shquar të grekëve dhe shqiptarëve, doktorin që me një letër rekomande Roft Lungjeria, RL, mjekohej çdo shqiptar, jemi mirënjohës, unë jam mirënjohës personalisht, jemi mirënjohës të gjithë komuniteti shqiptar këtu. Desha të falenderoj në mënyrë të veçantë mikun tim nga Patra, zotin Saqis, që më kam mbështetur në gjitha takimet që kam pasur në Patra, deri edhe në momentet kur ndërtohej ura e Rios dhe unë shkoja për të takuar punëtorët shqiptar, i kam përshkruar në libër të gjitha ato t'i lexoni. Nuk gjej vend të them tani një për një për të falenderuar të gjithë miqtë, shokët, kolegët që më kanë mbështetur që ta bëj më mirë punën. Natyrisht pa thënë se kam bërë mrekullinë, por jam i qetë dhe prandaj shkrova librin që i kam shërbyer vendit tim, që kemi bërë gjithë bashkë për të forcuar miqësinë dhe që dua të shoh vazhdimisht mirë, ajo që tha Berti, unë i përmbahem vazhdimisht, dhe tani që nuk jam, kupton, i përmbahem vazhdimisht që ne duhet të bashkëjetojmë, duhet të bashkëpunojmë, duhet jemi fqinj. Ne nuk mund të kemi miq finlandezët, apo suedezët, apo danezët, apo dikë tjetër të largët. Miku fillon te shtëpia jote dhe shtëpia jon e fqinjësisë është Greqia në radhë parë. Edhe si miqësi popujsh, edhe si vend antar i Bashkimit Evropian, edhe si vend i NATO-s. Dhe kur them këto, nuk them se s'ka pas probleme, nuk them se edhe për shqiptarët nuk ka pas vështirësi, por them që gjërat duhen parë vazhdimisht me optimizëm. Nuk duhet themi fjalën e fundit të parën, sidomos në diplomaci, po as në politikë. Unë e di shumë mirë që një nxitim edhe prej këtu ndjehet në Tiranë, po një nxitim edhe i Tiranës zyrtare, politike apo diplomatike ndjehet me njëherë këtu. Kështu janë popujt, kështu janë ndërtuara marrëdhëniet, kështu funksionon raporti. Ne nuk jemi ylvia, as grekët nuk janë ylvia, po ja që duhet të rrimë bashkë, të jetojmë bashkë, të bashkëpunojmë bashkë, se nuk ka rrugë tjetër, Mua më vjen shumë mirë kur ndigjoj që shumë bashkëdhëtar kanë marrë dhe shtetësinë greke dhe këtu nuk ka asgjë, as për t'u alarmuar, as për t'u habitur, e as aq më tepër për t'u quajtur këto njerëz edhe tradhtar, se kanë lënë ta dheut e kanë marrë këtë. Kjo është sot jeta, kjo është bota sot.
një shqiptar që ka ardhur para 22-3 vjetësh, 25-6 vjetësh e më tepër që nga 91-90-ta dhe është sot, patjetër fëmia e tij do të rritë në Greqi. Patjetër fëmia e tij do të di më shumë nga letërsia dhe nga arti dhe nga kultura dhe nga shkolla greke. Dhe të mos vend kujen se nuk ka lexuar 3 libra, 3 romane shqip, po ka lexuar 30 greqisht. Kjo është. Le t'i lexoj edhe ato shqiptare, dakord, por jo për t'i parë me këtë sy. Se ne themi Samir XY është bërë shtetas Amerikan, Samir që është bërë shtetas Gjerman, kur themi është bërë shtetas Grek. Urdhë? Turp të ketë ai që është bërë Grek. Minimalja që ka bërë dhe Grek ai? Po, është bërë Grek se vjeton Greqi dhe duhet ta quaj, dhe e quajnë shqiptarët Greqin atë dhe të dytë. Zotëri, i vend që jeton, që hanë, që pinë, që punon, që gëzohesh, që edukohesh, që rritë fëmijët, pse nuk është atë dhe i dytë? Është atë dhe i dytë që shkeme dhe. Të më falni edhe për shumë harresa në përmendjen e shokëve, të miqve, të kolegëve që më kanë mbështetur aq shumë, por nuk thuhen gjitha. Ato që janë libër, libri është rreth 700 faqe, mund të ishte edhe 1700, kishe për thënë mjaft, por janë edhe këto mjaftueshëm, dhe të falenderit gjithë edhe njëherë që keni ardhur, falenderit edhe njëherë Berti për ato që thesën më ke mbështetur jashtë mase në detyrën time, dhe unë kam thënë një gjë në libër, që nëse dikush, ose nëse do ulet dikush të shkruaj historinë 28 vjeçare të marrëdhënieve shqiptaro-greke, më mirë se Bert Goroh të nuk e bën mirë. Nuk them se nuk ka këtu që janë 28 vjet, që din të shkruajnë, që din të flasin, që din të ligjërojnë, por ja që Berti ishte nga ato që u lidh me këto marrëdhënie, u lidh nëpërmjet shtypit, u lidh nëpërmjet radios dhe tani nëpërmjet televizionit, u lidh nëpërmjet komunikimeve me zyrtarët, nëpërmjet intervistave, nëpërmjet shënimeve etj. Dhe unë besoj që Berti një ditë është i ri, sa është Berti sot, unë kam dalë në pension parakoshëm, po nuk jam i, nuk jam i. 56 vjeç Berti. Nuk jam fare absolutisht nuk jam i shqetësuar. Kjo është politika dhe në Shqipëri, nuk duhet jetë kështu. Unë e kam thënë edhe në libër, nuk duhet ta ashtu, e kam thënë që ato që ishin s'më mbajtën sepse menduam që jam i majtë. Këto që erdhen, s'më morën sepse menduam që nuk jam i djathtë, edhe beta ky që ashtu. Por nuk kam asnjë. Unë e kam kryer detyrën time me përkushtim, me ndëshmëri dhe vlerësoj shumë atë nder që më bëri edhe Presidenti i Republikës, duke më dhënë titullin mjeshtër i madh në politikën e jashtme, në diplomaci. Jam tepër i qetë për ato 2 vajza të mrekullueshme që kam, të rritura me edukat, me kulturë, me gjuhë të huaja, në nivele shumë të larta profesionale, të dyja jashtë shtetit, por që ponderojnë edhe veten e tyre, por edhe Shqipërinë. Ju falenderit shumë dhe do të dëshiroja që edhe raste tjera të takohemi, të mlidhemi, të bisedojmë. Unë jam i lirë dhe kurdo që të vit besoj edhe Turi me këtë organizim, me këtë mundim që bëri, se ndonjëherë ne i bëjmë gjërat edhe shpejt, e dua sot për nesër, se pas nesër nuk jam, edhe vërtet do ishte, dhe Turit i ngarkova këtë barë për të organizuar, por të falenderit i dashur mik që e bëre kaq mirë. Ju falenderit gjithë. Edhe e di vetëm jashtëzakonisht mirë që kam bashkëpunuar me diplomatin dhe ambasadorën bashkëdhënëri. 2-3 detaje. Unë në ambasadë si në bashkëpunim të
partisë në pushtet dhe partinë e drejtave të njerëzit. Dhe kush e donte më shumë miqësinë si të gjithë të tjerë të doja edhe unë. Dhe aq më shumë kur gjeta një diplomat, i cili ishte një diplomat pa komplekse. Pa komplekse, po dhe bazë edhe nuk i përgjot popujt, dhe të dhe pjesë vetë kaq të mirë dhe kaq të bukur, tek një ambasador që i donte popujt. Se ky ishte funksioni i ambasadorit. 2. E falënderoj shumë ambasadorin, sepse pak të liri, unë do të përktheja në ato vite që isha në ambasadë 30 libra. Me ngjinur shqiptarëve në ditët më të vështira, flas mas viteve 90, po edhe ne të ambasadës, edhe unë, edhe tjerë, e kemi bezdis doktor Kola Mihali, pafundësisht, me njerëzit që na vinin, me njerëzit që kërkonin ndërhyrje, dhe te ky njeri i shkëlqyer unë kam gjetë vetëm mirësi, vetëm dashuri, vetëm përkushtim, gjithçka të mirë, gjithçka të bukur. Ju falenderoj edhe një herë doktor për çfarë keni bërë.